Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova gradon dhe ngrit në detyrë 6 ushtarak, prej tyre 2 shqiptar. Përmes një komunikate për mediat nga kabineti i presidentes, bëjnë me dije se në përputhje me dispozitat e ligjit për mbrojtjen, presidentja Siljanovska ka nënshkruar dekrete për emërimin e oficerëve në pozitat formuese të dedikuara për gjeneral. Në mesin e gjeneralëve të graduar janë Besnik Emini dhe Lulzim Nuretini. General Brigade Besnik Emini, komandant i deri tanishëm i komandës operative në shtabin e përgjithshëm të ushtrisë, është emëruar këshilltar shtetëror për politikë dhe planifikim në Drejtorim për Politikë dhe Planifikim, Menaxhimin e Krizave dhe Bashkëpunim Civil ushtarak në Ministrinë e Mbrojtjes. Komandant i komandës së stërvitjes dhe doktrinës është emëruar kolonel Lulzim Nuretini dhe me dekret presidencial është ngritur në gradën General Brigade. Komandanti i komandës operative në shtabin e përgjithshëm të ushtrisë është emëruar General Brigade Mirçe Gjorgoski, shef aktual i shtabit në komandën operative. Drejtori i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë është emëruar General Brigade Orse Jordev, këshilltar i mëparshëm i shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë për stërvitje, ushtrime dhe mësime. General Brigade Simeon Trajkovski, drejtori deri tanishëm i shtabit të përgjithshëm të armatës, është emëruar këshilltar i shefit të shtabit të përgjithshëm të armatës për stërvitje, ushtrime dhe mësime. Koloneli Vasko Kokolanski është liruar nga detyra e komandantit të komandës së stërvitjes dhe doktrinës dhe do të emërohet në shtabin e përgjithshëm të ushtrisë.